Pavarësisht se pas mbledhjes së mbrëmshme të koalicionit Vlen u tha se nuk ka mosmarrveshje brenda koalicionit dhe se ai qëndron kompakt dhe i bashkuar, ende mbetet e paqartë nëse koalicioni do të garojë me lista të përbashkëta si një subjekt i vetëm në zgjedhjet e ardhshme lokale. I pyetur sot se si do të bashkëpunojnë në zgjedhjet lokale dhe si janë raportet e koalicionit, ministri i Shëndetësisë dhe njëri ndër liderët e Vlenit Arben Taravari tha sot se po vazhdojnë negociatat dhe se do dalin publikisht me qëndrimet e tyre, ndërkaq ai mohoi se po zhvillon takime me liderin e BDI-s Ali Ahmeti. Liderët e koalicionit Vlen u takuan mbrëm në Selin e Shkup, ku për rreth 2 orë diskutuan mbi zhvillimet e fundit në këtë subjekt politik, edhe pse para takimit u tha se në këtë mbledhje do të përcaktohet se si do dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mbledhja nuk rezultoi me një vendim përfundimtar. Pas takimit, Bekim Qoku nga Vlen mohoi se ka pasur mosmarrveshje dhe tha se Taravari vazhdon të jetë pjesë e koalicionit. Absolutisht ne jemi bashkë, ne jemi Vlen, vazhdojmë si subjekt i përbashkët dhe si thash mbetet vetëm të diskutohen detajet dhe të diskutohen komunat se si do ndalen në mënyrë më të mundshme. Ne nuk kemi pas mosmarrveshje, ne kemi pas disa si të them mendime të ndryshme, ku është në çdo subjekt politik ndodhin edhe në partitë individuale vetë ndodhin. Përplasjet brenda koalicionit Vlen shpërthyen pas kritikave publike të Taravarit të bëra gjatë një interviste, ku tha se koalicioni ka shumë mangësi, po punon shumë ngadalë dhe mospërputhjet e koalicionit shihen nga 100 kilometra larg.